Jemi në fazën finale të xhirimeve tona. Kemi filmuar se si bëhet mënyra e shumimit të troftës, mënyra se si rritet në rezervuaret dhe vaskat, dhe tani është koha për të gatuar. Kemi troftën golt, kemi dhe troftat e tjera salmon, të cilat do t'i shërbejmë së bashku me Safetin, i cili është shef kuzhine, pranë një restoranti këtu në zonën e Dibrës. Safet, na kanë thënë që dibranët e qajnë peshkun. Pa tjetër, nuk diskutohet kjo pjesë, ne qajmë edhe gjëna tjera, po do të rrim ke peshku. Edhe tek peshku. Po, me që jemi ke peshku. Sa konsumohet pjesa e troftës salmon në për restorantet tuaja? TD konsumohet mjaftueshëm. Si kush ka dorën e vet, mënyrën se si gaton. Po, me thënë drejtën, deri më sot u bën shumë vite që na japin klientët japin po na japin 90 me thënë drejtën. Tani me çfarë do ta shërbejmë sot? Tani ka ne shërbejmë në 3-4 mënyra. Ne sot e trajtojmë në mënyrën në zgar, ose si thonë në prush. Se ne ajo është mënyra më origjinale, më natyrale pashtë. Ajo është pa yndyrna, pa asnjë gjë. Kemi edhe mënyrën e gatojmë edhe në furrë gjithmonë furrë druri, si ju e keni pa. Kemi edhe fileton me limon. Me limon? Po, me limon. Që ajo vjen kremoze. Kremoze? Po, vjen kremoze. Ajo te ke ndorë vetë pastaj. Ndesh e lem që të vjen pak më e lëngshme, ose e bëma kremoze më... Sa ajo fillon e merë... Avash. E merë atë shijen edhe më të mirë për e bën kremoze. E kuptoj. Nisim? Pa tjetër. Procesi i parë fillon një me hapjen, se të kjo bëhet që të vinë më e mirë dhe pjekët më mirë do të hapen. Do të hapen e gjitha? Po, do të hapen. Unë këto kam mielin që kam përdorë që e kam përzirë me erzat. Erzat? Po, tani unë këtë e kam gasme në të drejtën, që e përdorë për ditë dhe i marinojmë. Dhe ta marinojmë direkt me mielin që mos në ngjitet e të zgarë. Po edhe merë dhe shijen. Se kjo ka shumë arsye që mos i ikë edhe lëngë i peshkut, që e manë aty mrena. Se këto sekreta janë këto që na bëjmë. Kjo është gati me vendosë në zgarë. Këtu kemi prushin, që e kemi bë gati, edhe këto e bëjmë natyrale. E bëjmë nëpërmjet furrave, që se kemi furrat për mishin dhe për picat. Dhe në këtë rast, e shfrytëzojmë edhe për këtu. Për peshkën. Po, se kjo është edhe 100.000 herë më e mirë se që i miri. Po, kjo kohën do në 15-20 minuta është gati. Është gati. Tani edhe gjithmonë gatuhet me fushë ngadalë, pra me fushë ngadalë. Jo, do në shembull të paktën 150 gradë do të jetë pjekje. Po. Se tani edhe shumë gjatë na thahet, kjo do kohën e vet që të vijë edhe lëngshme pak, që të vijë e shishme. Tani ne kemi procesin gjatë kësaj them që të vazhdojmë edhe peshkun tjetër. Patjetër. Tani do të fillojmë të bëjmë salcën për përgatitjen e filetës me limon. Dakor. Të mojnë limon, do ta shtrydhim gjithmonë në mënyrë origjinale, jo kështu me shtrydh gjithëm. Tani kemi një gotë me verë, gjysmë gote. Më mirë që të jemi më të saktë. Pastaj kemi edhe salcën që e përgatis vetë, që e ma gjithmonë që mos më prishet. Pra, tip salcë mostardo? Po, si punë salcë mostardo, për ta bërë në fleto me limon du të heqësh hajnë, ta pastrosh, edhe t'jetë gati, por... Është procesi më i vështirë apo pastron lehtë? Jo, kjo të ham pak kohë. Kjo është gati për me nos. Ndërkohë salcën e përgatitur edhe më pas pushet? Po, pjesat marrë ngjyrë, se të marrë ngjyrën e pjekjes, aty edhe salca që ta marrë.
Kjo është dhe trofta salmon tashmë e përgatitur në 2 mënyra, në zgar, por edhe me salcën e limonit që e përgatiti dhe Safeti pak më parë në kuzhinën e tij. Dhe tani është momenti i vërtetës, të provojmë shijen që kemi në tavolinën tonë. Aroma është fantastike. Jashtëzakonisht shumë e shijshme. Për të freskët, padyshim që e sollim në restoran gjallë. Shije perfekte e gatimeve tradicionale dhe mjeshtërisht gatuar në Dibër.